Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës qëndrimi në rrugën e drejtë me besim dhe vepra të mira. Në jetën e njeriut ka shumë rrugë, shumë zgjedhje dhe shumë drejtime që mund ta tërheqin zemrën dhe mendjen e njeriut. Disa rrugë duken të lehta dhe të bukura në fillim, por në fund çojnë në humbje dhe pendim të madh. Disa rrugë janë të vështira në duke, por në thelb janë rrugët e shpëtimit dhe të lumturisë së përhershme për personin. Islami e udhëzon njeriu drejt një rruge të vetme, që quhet rruga e drejtë, rruga e Allahut, rruga që e çon njeriu drejt kënaqësisë së Zotit të gjithësisë dhe drejt lumturisë së përjetshme. Kjo rrugë nuk është vetëm njohja e së vërtetës, por mbi të gjitha është qëndrimi i palëkundur në këtë rrugë, edhe kur sprovat janë të shumta dhe tundimet janë të forta. Kurani i Shenjtë na mëson se çdo ditë duhet të kërkojmë këtë rrugën e drejtë duke u bazuar në namazet tona, kur ne lexojmë në 2 rekatet e para një ajet të surës Fatiha ku thuhet na udhëzo në rrugën e drejtë. Ajeti 6 i kësaj sureje. Ky ajet të nderuar dëgjues dhe shikues na tregon se njeriu nuk ka nevojë vetëm të gjejë rrugën e drejtë, por ka nevojë dhe të qëndrojë në këtë rrugë. Udhëzimi është një dhuratë e madhe hyjnore, por ruajtja e këtij udhëzimi kërkon përpjekje, përkushtim dhe zemër të lidhur fort me Allahun e plotfuqishëm. Për këtë arsye, një nga virtytet më të mëdha në Islam është istikameti, që do të thotë qëndrueshmëri dhe drejtësi në rrugën e Zotit të gjithësisë. Kurani e përshkruan madhështinë e këtij virtyti me fjalë shumë prekse, teksa thotë: Bismillahirrahmanirrahim. Padyshim, ata që thonë Zoti ynë është Allahu dhe pastaj qëndrojnë drejt, mbi ta zbresin ëngjëjt duke u thënë: mos keni frikë dhe mos u pikëlloni, por gëzohuni me xhenetin që ju është premtuar. Ajeti 30 i surës Fusilet. Ky ajet na tregon një të vërtetë shumë të thellë, se nuk mjafton të thuhet vetëm me gjuhë se Zoti ynë është Allahu, por duhet që kjo dëshmi të shoqërohet me qëndrueshmëri në besim, në moral dhe në veprat e mira. Ata që arrin këtë gjendje të lartë shpirtërore, marrin një nga nderet më të mëdha nga Allahu, sepse ëngjëjt zbresin për ta, për t'u dhënë atyre qetësi dhe shpresë në momentet më të vështira të jetës. Profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, e ka theksuar shumë rëndësinë e qëndrimit në rrugën e drejtë. Dhe thotë: thuaj, besova në Allah dhe më pas qëndrova drejt. Kjo fjali e shkurtër përmbledh dhe gjithë filozofinë e jetës së besimtarit musliman. Besimi nuk është vetëm pra një deklaratë që ne e themi me gojë dhe aq, por është një rrugëtim i vazhdueshëm drejt drejtësisë, moralit dhe devotshmërisë, inshallah. Besimtari përpiqet që çdo hap i tij të jetë në përputhje me vullnetin e Allahut, çdo fjalë gjithashtu dhe çdo vepër që ai bën në këtë botë. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: e djathta dhe e majta janë rrugë devijimi, ndërsa rruga e mesme është rruga e drejtë. Kjo thënie na mëson se rruga e drejtë është rruga e ekuilibrit, drejtësisë dhe e rrugë naturisë. Devijimi ndodh kur njeriu shkon në skaje, kur ndjek pasionet ose kur harron përgjegjësinë e tij që ka para Allahut. Ndërsa rruga e drejtë është ajo që të ruan harmoninë midis besimit, mendjes dhe veprës tënde në këtë botë. Një nga sprovat më të mëdha të njeriut është pikërisht qëndrimi i vazhdueshëm në këtë rrugë. Shpeshherë është më e lehtë të bësh një veprim të mirë për një moment se sa të vazhdosh në atë rrugë që ti ke zgjedhur gjatë gjithë jetës tënde. Njeriu përballet me tundime, me dobësime, me sprova, me rënje, ulje e ngritje në këtë jetë dhe vështirësi të shumta
që mund të kalojë kur ai është duke vazhduar rrugtimin e tij në rrugën e drejtë duke qëndruar në të. Por ai i cili është besimtar i vërtet, është ai që rikthehet gjithmonë tek Allahu dhe nuk e braktis këtë rrugë dhe thotë që mbështetem tek Allahu, sepse ai e di më së miri çështjen time. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: veprat më të dashura tek Allahu janë ato që bëhen vazhdimisht, edhe nëse janë të pakta. Ky hadith na mëson një parim shumë të rëndësishëm, se qëndrueshmëria është më e vlefshme se entuziazmi i përkohshëm. Një vepër e vogël, por e vazhdueshme, mund të ketë një ndikim shumë të madh në shpirtin e njeriut, sesa një vepër e madhe që bëhet pse një herë dhe harrohet më vonë. Qëndrimi në rrugën e drejtë kërkon edhe forcë shpirtërore dhe vetdije të vazhdueshme, sepse besimtari duhet të kujtojë gjithmonë se Allahu e sheh atë në çdo veprim që ai bën, se çdo moment i jetës së tij është një mundësi e re për të fituar kënaqësinë hynore. Kur kjo vetëdije mbush zemrën dhe qenien e njeriut, ai fillon të shohë jetën me një sy dhe një këndvështrim tjetër tashmë. Sprova për të bëhen mundësi për të afruar me Allahun, ndërsa vështirësitë bëhen shkallë për ngritjen e tij shpirtërore. Kurani na paralajmëron gjithashtu për rrezikun e devijimit nga kjo rrugë e drejtë, teksa Allahu thotë: dhe kjo është rruga ime e drejtë. Prandaj, ndiqeni atë dhe mos ndiqni rrugë të tjera që t'ju ndajnë nga rruga e tij. Ajeti 153 i surës An'am. Ky ajet tregon se devijimi ndodh kur njeriu ndjek shumë rrugë të ndryshme që e largojnë atë nga e vërteta. Në një botë plot me zhurmë, ideologji dhe tundime, besimtari duhet të ketë një kompas shpirtëror, dhe ky kompas është Kurani familjar, janë tradita profetike dhe ehlibeti i këtij profeti. Historia e njerëzimit është plot me shembuj të njerëzve që qëndruan në rrugën e drejtë pavarësisht vështirësive të shumta. Profetat, imamat dhe njerëzit e drejtë e kanë ruajtur këtë rrugë edhe kur janë përballur me persekutim, padrejtësi dhe sakrifica të mëdha. Në realitet, istikameti, pra qëndrueshmëria në rrugën e drejtë, është një udhëtim i përditshëm i besimtarit. Ai fillon nga zemra ynë, vazhdon në mendje dhe shfaqet në veprat tona që ne bëjmë në shoqërinë ku ne jetojmë. Kur zemra e njeriu mbushet me dashurinë për Allahun, mendja udhëhiqet nga urtësia dhe veprat bëhen më vonë më të pastra dhe me më shumë sinqeritet. Në këtë mënyrë, besimtari bëhet një dritë për shoqërinë dhe një shembull për të tjerët. Prandaj, qëndrimi në rrugën e drejtë të nderuar dëgjues dhe shikues është një nga dhuratat më të mëdha që Allahu xhaleshanuhu i jep robit të tij. Ai është çelësi i qetësisë së zemrës, i suksesit në këtë botë dhe i shpëtimit inshallah në botën tjetër. Kur njeriu e lidh zemrën e tij me Allahun dhe përpiqet të ndjek rrugën e drejtë në çdo moment që ai ka, ai bëhet pjesë atyre njerëzve për të cilët Kurani jep një premtim madhështor teksa thotë se ata nuk do të kenë frikë dhe as pikëllim, por do të gëzohen me mëshirën dhe shpërblimin e Allahut të Madhëruar. Prandaj, të nderuar dëgjues dhe shikues, çdo besimtar dhe besimtare duhet ta bëj një lutje të sinqertë me zemrën e tij që Allahu ta udhëzojë gjithmonë në rrugën e drejtë dhe të bëj të qëndrimi i tij në rrugën e drejtë të jetë i vazhdueshëm, sidomos në këto 10 ditëshin e fundit të muajit të begatë të Ramazanit, të shojmë sa më shumë lutjet që Allahu, siç na e mbarsoi këtë muaj të begatë në zemrat tona, na e bëj dhe jetët pas këtij muaji të begata të mbara dhe inshallah Allahu na shkruajmë në radhët atyre të cilët janë të devotshëm dhe në ato të cilët fitojnë kënaqësinë e tij si në këtë botë edhe në botën tjetër. Në këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahu xhaleshanuhu, përshëndesja përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.